ligji civil domthon e ka të sankcionuar dhe të dënuar gjuhën linçuese të personave që baltosin autoritetin, personalitetin apo godasin lëndimet shpirtërore qytetarët, pavarësisht kohës ku ata mendojnë që janë goditur, që në këtë rast këtu kemi të bëjmë më tepër se zonja Miri, sepse këtu janë goditur, fjala e tij peshon shumë dhe me këtë gjestin e tij është goditur gjithë ata anëtarët e familjeve shqiptare civile që kanë humbur anëtarët e tyre të pafajshëm në kohë të lufte. Pra, ligji civil na garanton që ta ngresin padin, padin do ta trajtojnë në aspektin e provave, sigurisht zonja Miria do t'i tregoj vuajtjes shpirtërore, do të riprovon edhe një herë kujtimet e luftës, do t'i tregoj se në çfarë mënyre janë ekzekutuar dhe unë i bëj thirrje edhe gjithë atyre anëtarëve familjeve anëtarë që kanë humbur në kohë të luftës që të bashkangjihen në padis. Dhe këto do të bëjnë në mënyrë vullnetare pa pagesë. Pasi që veç padin kemi ndërzuar dhe kemi kohë i bëj lutje atyre që gjithë bashkangjiten në këtë kaos. Sepse ky personi duhet të dënohet dhe nuk duhet të jetë aktiv në pjesën e skenës politike, por ju thatë mirë se nuk mjafton këtu vetëm pjesa civile që të atërheqë fjalën dhe t'i kompenzon, të themi kushtimisht viktimat e luftës, por këtu është edhe vepër penale, sepse është vepra nxitje a përçarjes kombëtare, në mënyrë mund të trajtohet edhe në prokurorin speciale me parashtrimin e kallëzimit penal, që besa do të trajtojmë edhe këtë çështje, do ta analizojmë dhe sigurisht në prokurorin speciale do ta shkpusim këtë video dhe do ta vërtetojmë përgjegjësinë penale të zotit Timar Pasha dhe me këtë ai do të dënohet penalisht dhe me këtë do të devalvohet figura e tij dhe në të ardhmen gjithë politikanë zyrtar kur marrin guximin të flasin të krahasojnë çërat e luftës, të jenë më të kujdesshëm dhe më gjilet, sepse pse ta krahasosh rastin Deori me rastin e krimeve të luftës që ka bërë Miloshi, sepse rasti Deori nuk lidhet me luftën, nuk lidhet me krimet që ka bërë Miloshi. Pra është një kontekst tjetër, një dimension tjetër i kohës dhe një vrasje, një vdekje, ta themi, ende nuk kemi diçka zyrtare, një vdekje që nuk dihet ende se enigmatike që ka ndodhur në kohë mbas lufte. E kjo pjesa e vrasjes që e bën në kohë lufte, kjo është këto ka reaguar bota, ka reaguar Richard Odbruku, gjithmonë opinionet e kombëtar ka qenë më vigjilent dhe mu pikërisht për këtë edhe NATO ka sulmuar qarqet serbe sepse ka parë që viktimat civile të pafajshme